Tregu i automjeteve në Shqipëri po njeh një zgjerim të dukshëm. Sipas Drejtorisë së Shërbimeve të Transportit Rrugor, gjatë periudhës janar-maj 2025 janë regjistruar 38.028 mjete të reja, kundër të cilat 81.2% e totalit janë autovetura. Këto të dhëna tregojnë një rritje për 102% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Për sa i përket origjinës së mjeteve, Korea e Jugut me 20.4% të totalit qëndron në vend të parë në preferencat e qytetarëve shqiptar. Më pas ndiqet nga Italia me 16.1%, Gjermania me 15.9%, Zvicra me 9.1%, SBA-ja me 7.8% dhe Kina me 7.3%. Pashtu evidentohet një tendencë pozitive në drejtim të modernizimit të mjeteve. Sipas dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, për periudhën janar-maj 2025 është rinovuar flota dhe janë regjistruar 6.786 mjete të gjeneratës së fundit të kategorisë 0 deri në 3 vjet. Kjo tregon një rritje prej 64% krahasuar me të njëjtën periudhë për vitin 2023, duke dëshmuar një rritje të ndërgjegjësimit të qytetarëve për përdorimin e mjeteve të sigurta, më ekonomike dhe më pak ndotëse për mjedisin. Nga ana tjetër është vënë re dhe një rritje e regjistrimeve të përhershme, ku janë larguar nga qarkullimi 3.137 mjete të vjetra ose 15% më shumë se në vitin 2024. Shpesh këto mjete kanë qenë të amortizuara me standarde të ulta teknike dhe mjedisore. DBSHDR udhëzon të gjithë drejtuesit e mjeteve, si të rinë ashtu edhe ata ekzistues, që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të kryejnë kontrollin periodik të mjeteve të tyre dhe përpara importit të automjeteve të reja. Gjithashtu, për të gjithë qytetarët që planifikojnë të importojnë një mjet nga jashtë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor thekson nevojën për të kryer verifikimin e kategorisë mjedisore përpara se të realizojnë blerjen, në mënyrë që të shmangen kostot shtesë apo problemet që lidhen me mosplotësimin e standardeve mjedisore.